Të dhe herë piceki, se këtash vajzat dhe gratë kanë kërkesa ma shumë. Atër ka qenë pak ma ndryshë se na kanë dëgju. Kështu që, thashe themen, më varet se nëse vetë mjeshtri ose i zoti pronari i salonit ka, thashe theme, edhe ata gjejnë vendin, ato gjojnë vendin ku me folë. Te unë s'ka pas asi. Unë kom shumë muzikë, se kom pas shumë punë. Se i ka që kom qenë një frizer, kënë Gjakov, gjara vinat edhe unë. Unë si mare, vishin nusë, më bogashë, kështë që konë gjithë full e mbush në saloni im, gjithë, që i falenderoj normal. Po, e përse mendoni që kam vetë këj para gjykim, së të mos për parukjerët edhe taksisët në këtë pjesën e thashe thejmeve? Për taksisë se di se këta du një pas të imonin dorë, unë kur e vozitin makinës du me folë me kërkon, vish muzikër shaj. Nuk e di, po për të unë, shi që të unë vjenë bota grusë. Nuk janë ato thashe theme, s'ju kisha thonë. Sepse në momentin kur ato marri me folë diçka se fillimisht me kanë një zakon gratë tona, se mu nuk më pëlqen punë. E kanë dhe kur murën vajzat të ndorë salonin, normal ato ishin edhe ma të ngritur na, ma të reja, ma nuk lejojshin që të përfolet një frizer tjetër të unë. Si të thëj ke kesh të kjo kështu, vi që thëj që na ka mundësi lutëm mës me folë për koleget tona. Sepse u bëshin që ato janë thashtë theme. Kur shahat një zanatli, te një zanatli. E ti nuk gudzon me ju. Nuk gudzon. Edhe kështu që të na. Gjitha tani që vinë me atë idenë që zgudzojnë me folë për kur një frizer keq. E kanë qartë, Pse me folë keq? Gjithë kush e ka jetin e vetë, gjithë kush e ka punën e vetë, çdo frizer e ka stilin e vetë punës. Dhe tani grati kanë do sene që dojmë më mështet, të nas që ka hecë. Të nas ka pas tash atem. Asnjëherë as tash. Edhe në kohën ku ka qenë që kanë ujtë mu bo tash atem e jo. Verë pëse mendon që kam bet paka shumë kë para gjykim që thashe themet zakonisht bëhen qoftë në taksi apo tek frizerët në përgjithësi? Po them të drejten, kjo është një garë pak mes dyve palëve pak e fort, po besoj që të ne pak parukjerët gjithmonë është, thashe theme, të ëmbla, sepse klientët e ndjen veten shumë rahat tek ne. Si shta dhe Zoja, është një vend që ata shlirohen edhe kanë dëshirë të folin, por gjithmonë na nuk e lejojmë me folin për kolegen ose për... Besoj që janë shumë, thashe theme, tëmbla dhe tash besa jenë vedisu edhe njerëzit që janë të folë ma shumë për punë, për biznes, për të ardhmen e kësaj rinie dhe jo me thashe theme apo komedione. Ka ndryshu pak? Ka ndryshu shumë ka ndryshu. Dhe koha prej kohës ndryshu. Zotëri Bashkem, ju si mendonim për këtë pjesë, sa ndështa bëj thashe theme temi klient? Unë jam zanatli që 40 vjetë, që më shumë. Në Çantagji jam në Prishtinë. Po thashe themet, mas shumë t'i përdoren të zanatlit, pa marrë parasysh çfarë drejtime janë, kanë qef, sidomos myshteria, kanë qef mu shpraz, senet çka i kanë me i tregu e dikun s'mujnë, të zanatlit janë, aty bëhet biseda, aty bëhet për çdo kënë, çdo kush gjunë ka mos, po umet kjo thashe theme, umet, kjo është një kush, do me thonë prej që e moj menë, në këtu, aty përdore mas shumë të frizerit, të taksistit, pa më parasysh çfarë zanati ka aty, përdore, po më do këtë që umet edhe ale po vazhdojnë, ale sot, unë kur shkoj të frizeri mi prej flok, aty bëhet lafi mas shumë të kështu. Të Berberi. Unë e kushkoj, se më ka me të frizer. Berberi. A di pse se njëni vetën komod, për atë arsye shleroni, se shpët juve. Ale kanë